vonesë. Me vjen keq ta them, por unë kam qenë pjesëmarrëse në një eveniment në qendër të komunës Shalës, ku vetë kryetari i bashkisë ka premtuar që shumë shpejt busti i Lek Dukagjinit do të vendoset në qendër të Shkodrës në pjedestalin kujtëtar. Por kjo vonesë, kjo fjalë ka të paktën një 2 vjet, nëse nuk gaboj, një 2 vjet që është tanë. Nuk e di se ku qëndron problemi, figurë ma të madhe, me plot kuptimin e plot fjalës të madhe, nuk ma mërvenja se mas Skënderbeu mund të kenë bust që është vendosë në gjithë Shqipëri. Leka nuk është i Dukagjinasve, Leka është ma gjerë se Dukagjinasve, Leka është i gjithë shqiptarve ku flitet shqip, është Leka i Dukagjinësit që është në Amerikë, është i Dukagjinësit që është në Gjermani, është i Dukagjinësit që është në Itali, është i Dukagjinësit i vllaut të në Kosovë, është i vllaut të në Malizzi, është i vllaut të në Macedoni, është i gjithë shqipfolësve Lek Dukagjini. Por, ndoshta na ndjejmë pak, angazhimi jonë është pak, si me thanë, ma i ndërgjeshëm, ndoshta edhe nga mbiemri që kemi ose emërtimi Dukagjini, por i Dukagjinit është, Lek Dukagjini është i gjithë shqiptarëve, jo vetëm i zonës Dukagjinit. Por duke pas me afër, duke pas edhe sigurisht bagazhi intelektualëve të zonës Dukagjinit është jashtëzakonisht i mirë, angazhimi i tyre është për të përshëndet, jo për të blloku, kështu që mbetem me shpresë që busti Lek Dukagjinit të vendoset sa më shpejt në vendin ku meriton dhe në pjedestalin ku meriton. Asgjë më tepër nuk kërkojmë, vetëm vendosim lekën ekzistues që ka kënë. Nuk po i shtojmë as nuk po heqim as gjë. Mbetem me shpresë që sa më shpejt vendoset busti Lek Dukagjinit aty ku meriton. Ju falemnderit dhe mbetem me shpresë që flamurin e kuq ta heqim mbetet beci me praninë tonë aty. Numër 2. E grupit iniciator për ngritjen e monumentit të princit Lek Dukagjini. Mirë se erdhë dhe faleminderit për mundësitë për të komunikuar me ju. Pas kërkesave të përsëritra dhe përpjekjeve të vazhdueshme për 2 vjet e gjys, është një hap i Këshillit Bashkiak ka miratuar një rregullore për vendosjen e bustit Princ Lek Dukagjinit. Ky vendim përbën një arritje të rëndësishme dhe për këtë e përshëndesim votimin unanim të këshilltarëve, të cilët kanë treguar angazhim për të përmbushur një detyrim që ka vonuar për një kohë të gjatë. Ne kemi sjellë dhuratën simbolike, bustin e njërit prej figurave më të shquara të historisë të kulturës shqiptare, Princ Lek Dukagjinin, që përfaqëson një nga shtyllat e moralit dhe drejtësisë në shoqërinë shqiptare. Ky është një akt nderimi ndaj një figure të madhe, e cila ka kontribuar thellësisht në zhvillimin e kodit moral dhe ligjor të popullit shqiptar. Përkundër përpjekjeve tona të vazhdueshme, disa institucione kanë marrë vetëm përgjigje paqartësie. Ne mbetemi të angazhuar të kërkojmë që Bashkia Shkodër të bëhet bashkëpunuese në këtë projekt, duke mbështetur dhe realizuar vendosjen e këtij monumentit si një simbol të nderimit, një nga figurat më të rëndësishme të historisë shqiptare. Në këtë kuadër, kërkojmë 1. Mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak të miratohet kërkesa jonë për vendosjen e bustit Princit Lek Dukagjini si një nderim dhe reflektim i vlerave të tij të jashtëzakonshme. 2. Të krijohet një komision i vlerësimit të figurave. I urojmë punë të mirë. Por le të përqendrohet në figura të tjera, pasi figura e Lek Dukagjinit ka mbijetuar më shumë se 5 shekuj dhe është një emër i njohur në të gjitha kancelaritë europiane. 3. Shkodra ka monumente merituese, por është momenti për të nderuar një princ të vërtet të racës aristokrate shqiptare, i cili ka pasur një ndikim të pakrahasueshëm në jetën sociale juridike të kombit.
Ky është një projekt. Nuk kërkon leje për ndërtim pallateve, por një nderim për një hero shpirtëror të popullit shqiptar. Lek Dukagjini, katërshi. Lek Dukagjini është një figurë themelore për kulturën e moralit shqiptar. Prandaj kërkojmë vendosjen e këtij në 4 lokacionet e propozuara si simbol i fuqisë së kodit të tij dhe të trashëgimisë që ka lënë pas. Dhe e tillë dhe nuk do të qëndrojnë në periferi, as hije e as kujt, fal fjalës dhënë. Është një angazhim për një detyrë si qytetar dhe si kom. Duhet të mbajmë sepse neri shqiptar është mbi gjithçka. Kanuni thot, je i lirë me majt burrnin tane, por je i lirë edhe me u zhburrnue. Ne nuk kemi ndërmend të ushtrojmë presion mbi asnjë institucion apo përfaqësues të qeverisë vendore, por jemi të angazhuar për të kërkuar përgjegjësitë e duhura si qytetar dhe kërkojmë ndërimin e një figure të shquar kombëtare për të duam afat konkret dhe jo zvarritje stresuese, burokratike dhe mosmarrveshje përgjithsisht si deri më sot. Faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin. Respekte. Në këtë takim që po bëhet për figurën e Lek Dukagjinit. Edhe i herjuroj gjitha fira, gjithë pjesëmarrëse, edhe nga kryetari i Bashkisë Shkodër, zotit Benedis. Zhdimi politikë si stërmanimin tëm është zëfshosh i dytë. Kemë pasë zëfshosh nga ole. Duhet të avdoj mërë të veçantë falenderoj zotin Zef Muri, skulptorin